Dhuna është një nga mekanizmat kryesor që ndikon në pozitën e pabarabartë të gjinive dhe shërben për të mbajtur femrat nën kontroll. Dhuna trajtohet si çështje grave, pasi 93% të viktimave janë femra. Megjithatë, dhuna është edhe çështje që i tangon edhe meshkujt, gjithsesi çështjet shoqërore, në të cilën rolin udhëheqës duhet ta kenë edhe meshkujt në mënyrë që të sjellin ndryshime të vërteta të themeluara në vlerat e barazisë dhe universalitetit të drejtave të njeriut. Qasja që i përfshin të gjithë aktorët kryesor në procesin e zgjidhjes të çështjeve që kanë të bëjnë me dhunën gjinore dhe dhunën në familje, i cila shkel të drejtat themelore të njeriut për një jetë dinjitoze. Për të mundësuar parandalimin e dhunës dhe për të përmirësuar mbrojtjen e viktimave të mundshme, por edhe për të aktivizuar të gjitha institucionet shtetërore, përgjegjëse dhe aktorë të tjerë të interesuar që të sigurojnë pjesëmarrje aktive të organizuar, koordinuar dhe efikase në përpjekjet e tyre në parandalimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave në përputhje me ligjin për parandalimin, pengim dhe mbrojtje nga dhuna familjare, dhe për të dhënë kontribut në rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe informimit mbi masa që duhet të merren në lidhje me zgjedhjen e problemit të dhunës së ushtruar ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje si në nivel lokal po ashtu edhe në atë kombëtar. Ekipi i emisionit Alternativa hulumtoi rreth kësaj çështje me persona adekuat të fushës, duke marrë informata nga institucionet përkatëse si Ministria e Shëndetësisë, Ministria për Punë të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, si dhe organizata qytetare të cilat punojnë në fushën e dhunës në familje. Roli i Ministrisë së Shëndetësisë në këtë aspekt është thelbësor, pasi punonësit shëndetësor vlerësojnë gjendjen shëndetësore të viktimës, vlerësojnë sigurinë e viktimës dhe rrezikun nga dhuna, përcaktojnë natyrën dhe llojin e dhunës, si dhe në varësi prej llojit të lëndimit apo gjendjes shëndetësore të viktimës, i sugjeron referenca të tjera të mundshme tek institucionet përkatëse. Shikues të nderuar të emisionit Alternativa, për të kërkuar më shumë, për të hulumtuar më shumë se cilat janë pasojat e dhunës familjare apo dhunës tek femrat apo te vajzat apo qoftë ndonjë lloj tjetër të dhunës, me ekipin e televizionit sot kemi ardhur këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, më saktë në repartin psikiatrik, për të mësuar më shumë nga njerëz kompetent, siç është profesor doktor Musli Ferrati, psikiatër klinik në repartin psikiatrik të Spitalit të Tetovës. Në vazhdim do të ndiqni deklaratën e tij. Përfaqëson një problem shumë të mpret, aktual dhe me reperkusione dhe ndikime të ndonjëherë edhe të papërmirësueshme në mirëqenien globale të familjes dhe më gjërë, por me theks të veçantë në atë mirëqenien e shëndetit mendor. Kjo për vetë faktin se dhuna familjare manifestohet në disa forma dhe ajo forma më e rrezikshme dhe më e keqe është, ne i themi, dhunë emocionale, gjithsesi psikologjike, e cila fatkeqësisht edhe në bazë të atyre vendimeve gjyqësore nuk është e paraparë, dhe kjo shumë kohë kalon kështu pa u detektuar, pa u denoncuar dhe merr për masa, më thënë, katastrofike, dhe ajo dal nga dal pastaj shprehet edhe me dhunë fizike, cila, siç e dini edhe ju, shumë pak paraqitet, shumë pak elaborohet, edhe instancat ose faktorët të cilët duhet ta menaxhojnë gjithsesi, ta parandalojnë, nuk janë të gatshme ta procedojnë deri në fund, për vetë faktin se kjo, më thënë, në një përqindje shumë të vogël edhe paraqitet. Më thënë, viktimat në familje dihet se më tepër janë gratë, edhe për shkaqe të ndryshme nuk e paraqesin. Edhe kjo pastaj, domethënë, përshkallëzohet edhe sjell deri te pasojat, thash edhe një herë, shumë të rënda për vetë mirëqenien globale, themi, jo vetëm atë shëndetësore, por globale të individit, të familjes edhe të rrethit më të gjerë social. Siç e dim, shpesh do të thotë dhuna manifestohet tek individët që kanë vese. Sa është e saktë kjo dhe sa paraqesin njerëzit, sa kanë do të thotë mundësi për t'i paraqitur rastet e tilla? Ne potencojmë edhe një herë se për të manifestuar një sjellje, të themi, asociale, disociale në familje, natyrisht personat të cilët e manifestojnë dhe personat të cilët janë viktime kësaj dhune, natyrisht
për shumë shkaqe, edhe psikosociale, edhe biologjike, edhe shëndetësore, dhe me thanë, themi ambientohen dhe e pranojnë një gjatë të tillë, e cila nuk është në rregull, edhe ata duke mos qenë të informuar, ja për shembull edhe kjo iniciativa e juaj, duke mos qenë të informuar aq sa duhet mbi këtë dukuri negative, edhe nuk janë në gjendje për shembull as edhe të kërkojnë ndihmë adekuate. Janë resort të ndryshëm shoqëror, jo vetëm mjekësia gjatësisë psikiatrie, por edhe shërbimi i kujdesit social, pastaj sistemi i drejtësisë për ndjekjes policisë, të cilët duhet merren bashkërisht me këtë dukuri komplekse, shumë të rëndë, edhe duhet kjo të promovohet edhe të plasohet, pra edhe nëpërmjet mjeteve të informimit, edhe nëpërmjet shoqatave të ndryshme, jo qeveritare dhe qeveritare, edhe fatkeqësisht ne kjo është si tabu temë, edhe do thënë ne që ashtu e pranojmë edhe kjo, do thënë merr thash për masa shumë të dëmshme dhe të rrezikshme. Tani kur është në pyetje ajo që thatë ju se sa për shembull njerëzit janë të interesuar dhe domethënë në kuptimin e parandalimit gjithsesi të kanalizimit dhe frenimit të kësaj dukurie, edhe njëherë përsëris pra mungon ajo që i themi informim, që i themi psikoedukim, që i themi domethënë plasim dhe vetëdijësim i gjithë popullatës, shoqërisë për një dukuri të këtij negative. Cilat janë ato pasojat më të rrezikshme, do të thotë që vinë pasojë për shëndetin e vet viktimave? Cilat janë, do të thotë, ju si mjek mund të na elaboroni diçka të tillë? Pasojat, thash edhe një herë, janë direkte dhe indirekte. Këto direkte mund të manifestohen me lëndime të ndryshme trupore, edhe të njëjtat janë si lëndime të cilët edhe për një kohë të shkurtër mund të mjekohen, shërohen, edhe nuk do të kishte ndonjë pasojë shumë të madhe. Mirë po, pasojat më të rënda janë në atë aspektin e dëmtimit, gjithsesi traumatizimit psikologjik emocional të individëve, të cilët shkojnë për shembull deri në shkallë sa që për shembull mund të zhvillohen edhe entitete serioze psikiatrike, në radhë të parë ato çrregullimet e ndryshme të ankthit, gjithsesi të anksiozitetit, pastaj ato afektive, depresionit, dhe tek mosha më e re, këtë patjetër të analizojmë, mund të shkaktojnë edhe nxitjen dhe fillimin e çrregullimeve serioze psikike, siç është për shembull format e ndryshme të skizofrenisë dhe devijimeve të strukturës së personalitetit, duke krijuar individ me karakteristika dhe tipare të ndryshme psikopatike dhe sociopatike. Këtu në Tetov dhe rrethin në përgjithësi, do thotë sidomos tek popullata shqiptare, dhuna vazhdon të jetë tabu dhe të ngelet brenda mureve të familjes. A mund na thoni sa kanë guxim popullata që të paraqesin problemet e tyre psikologjike që u vinë edhe si pasojë e dhunës? Në Tetov dhe jo vetëm në Tetov, por në ambientet më tepër ku dominon popullsia shqiptare, kjo është një temë jo vetëm se tabu, por një temë e cila as që guzon të diskutohet kështu publikisht, edhe një debat të tillë përveç se në emisionin të unë nuk kam dëgjuar deri tani, ju përgëzoj për këtë iniciativë, duhet të punohet në kuptimin që, domethënë, pasoja që thash, duken kështu verbalisht si pasoja kështu të lehta, mirë, po janë shumë të rënda dhe edhe njëherë përsërisht ato nuk kanë vetëm pasoja në kuptimin individual, se personi i viktimizuar mund të shkojë deri në një çrregullim serioz, por një person i smur në aspektin psikik, ai dëmton edhe kohezionin, atë mirëqenien e familjes, pa dëmton edhe atë mirëqenien e vendit ku punon ai, vendit ku jeton dhe sillet, edhe domethënë ka reperkusione edhe shumë të dëmshme edhe atë që i themi ne ambientin social. Prandaj duhet koha e fundit është që këtë problematik, këtë dukuri, themi negative, shumë të mbrapsht, ta nxjerrim prej atyre, prej fijokave, ta nxjerrim prej errësirës, më thënë aty ku e kemi mshef dhe e mbam ashtu, që mos të na dëmtoje, më thënë, ardhmërinë, perspektivën e gjithë komunitetit.
A cila do të ishte porosia juaj si profesionist në këtë aspekt për viktimat e dhunës, të cilat nuk guxojnë të thotë ta nxjerrin problemin jashtë mureve të shtëpisë? Po, në bazë të kësaj që deri tani bisedojmë, vetë kuptohet se duhet institucionet më të thirrura të punojnë në këtë drejtim, as siç dihet në terren dhe në jetën reale, edhe pse të njëjtat janë të thirrura, siç thash, sistemi shëndetësor, pastaj ai i sigurimit social, pastaj edhe organet e ndryshme qeveritare, ku janë drejtësia, gjykata, policia, të gjithë do të koordinuara që këtë problem të mos ta mbahen ashtu të mshehet, të maskuar, edhe lirisht, jo lirisht, por duhet të punojnë dhe të angazhohen më tepër pak, kështu që popullata edhe nëse ka nevojë se viktimat që kanë dinë ku të orientohen. Këto në letër janë, mirë për në praktik nuk funksionojnë. Për një funksionim të mirëfillt, pra është edhe detyrë e mediumeve, si qenë edhe ju, që edhe ato ta aktualizojnë dhe mos të mbetet ajo dhe më thënë frikë, ose dhe më thënë si temë ndalume, tabu, edhe të paraqesish për shembull problemet ose dhunën familjare në organet përkatëse, me theks të veçantë ne themi dhunën psikologjike emocionale. Këtë theksoj. Edhe ajo që mund të duket në opinion si gjë, më thënë, e parëndësishme, banale, mirë, po ajo është ajo që më tepër neve na dëmton si individ. Ministria e Punëve të Brendshme po ashtu luan një rol të rëndësishëm. Kompetenca e policisë në fushën e dhunës në familje është mbrojtja e personave apo viktimave, zbulimin e kryerësve, luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje. Në rast të denoncimit të dhunës në familje ose gjatë kërkesës për ndihmë të një personi të ekspozuar ndaj çdo lloji të dhunës në familje, personi zyrtar është i detyruar të veprojë dhe të sugjerojë të gjitha provat e nevojshme për zbatimin e suksesshëm të procedurës penale. Policia rastet e dhunës në familje i regjistron, bën hetimin në vendin e ngjarjes dhe vepron në përputhje me masat e përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje të parapara në ligjin për familje të Republikës së Maqedonisë në 104. Një nga institucionet i cili trajton çështjen e dhunës në familje dhe dhunës në përgjithësi është edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Unë dhe ekipi im sot jemi këtu në sektorin për punë të brendshme në Tetov për të mësuar më shumë rreth asaj se sa raste paraqiten raste të tilla dhe në përgjithësi do të mësojmë nga zëdhënësi në Ministrinë e Punëve të Brendshme në sektorin për punë të brendshme në Tetov, zotrin Marian Josifovski. Семейното насилство не е нова и непозната појава и на поширокото тетовско гостиварско подрачје. Fenomeni i dhunës në familje dhe dhunës në përgjithësi nuk është diçka e re në Tetov dhe rrethin më të gjerë të Pollogut, por ajo që është karakteristik dhe që është e re nëse ashtu mund ta quajmë, është paraqitja e këtyre rasteve në organet policore për dallim nga vitet e kaluara, kur edhe rastet më të dhunshme kanë ngelur të mbyllura brenda mureve të shtëpisë, më së shumti si rezultati i paragjykimeve të shumta dhe stereotipeve të vjetra si karakteristikë e lokalitetit dhe shoqërisë. Por çka thon numrat në këtë drejtim? Gjatë 11 muajve të kaluar në sektorin për punë të brendshme në Tetov janë paraqitur 70 raste të veprës penale, të lidhura me dhunën në familje, në të cilat kanë qenë të involvuar 68 kryerës, në bazë të së cilave sektori për punë të brendshme në Tetov ka përgatitur dhe paraqitur 58 padi penale, nga të cilat 27 raste ka qenë nga qyteti i Tetovës dhe rrethi më i gjerë i Pollogut, dhe pas bardhës dhe përfundimit të procedurës, sektori për punë të brendshme në Tetov ka paraqitur 37 padi penale. Edhe këtë vit, ashtu si edhe viteve tjera, viktimat më të shpeshta të dhunës në familje kanë qenë gra, gjithsej 53 raste. Kur bëhet fjalë për bashkëshort, ish-bashkëshorte, nëna, motra dhe vajza, kurse dhunuesit kanë qenë meshkuj. Ajo që po ashtu është karakteristik këtë vit, po edhe disa vite më parë, ose viktimat të dhunës në familje janë edhe prindërit. Arsyet më të shpeshta të dhunës në familje janë mosmarrveshjet në familje, çrregullimet psikike nga aspekte të ndryshme, mungesa e parave dhe të tjera, ku edhe maltretimet më të vogla psikike kthehen në dhunë familjare, rrallëherë të manifestuar edhe me lëndime të rënda trupore, rrezikimi i sigurisë, madje edhe deri në tentim për vrasje. Për fat të këtë gjë që dua edhe ta potencoj se si rezultati i mosmarrveshjes në mes bashkëshortëve ka ndodhur
një vrasje në qytetin e Gostivarit. Kur më pyetet se cilat janë ingerencat më saktë, cili është roli i policisë në këtë aspekt, policia pas marrjes së paraqitjes një nga një shikon të gjitha detalet e paraqitura, duke i rumbullaksuar me paraqitje deri tek gjykata themelore, kurse procesi më tutjeshëm është në kornizat e institucioneve të tjera. Policia reagon në çdo paraqitje, varësisht asaj se çfarë është potencuar në paraqitje. Dua të potencoj se këtë vit ka patur një numër të madh të ankesave për raste më të lehta të dhunës në familje. Për rastet më të rrezikshme seriozisht veprohet, merren të gjitha masat adekuate, madje edhe nëse është e nevojshme konfiskimin e armës së zjarrit, nëse ndonjëri nga bashortët posedon armë, në formë legale me leje përkatëse, me qëllim që në kohë të parandalohen pasojat më serioze që mund të paraqiten dhe të cilat shpesh mund të dalin nga kontrolli dhe të ketë një epilog tragjik. Kurse sa i përket asaj se çështja e dhunës është tabu në Tetov dhe rrethin, diçka e tillë ka ndryshuar, sidomos vitet e fundit, ku viktimat tani më lehtë marrin guximin për të paraqitur rastet e dhunës në familje, posaçërisht nëse dhuna është manifestuar edhe me lëndime fizike, kurse për dhunën psiqike kërkohet paralajmërim gojor ose me shkrim ndaj dhunuesit. Rastet më të shpeshta të dhunës në familje janë si pasojë individëve me vese, që kanë varfshmëri të ndryshme si personat alkoolizuar dhe narkomanët. Më të shpeshta janë rastet në relacionet fëmijë-prind, kur këtë vit kemi patur raste kur në mënyrë më vulgare janë maltretuar prindërit nga fëmijët e tyre, për të ardhur deri tek parat për të përmbushur varësitë e tyre. Nga përvoja ime deri tanishme profesionale në sektorin për punë të brendshme në Tetov, ajo që është interesante në fenomenin e dhunës në familje është tërheqja e paraqitjes, ku më vonë personat involvuar pendohen dhe me marrëveshje paraprake nga të dia palët, me deklaratë të vërtetuar në noter, e tërheqin paraqitjen, nga ndjekja e më tutjeshme penale. Se cila është arsyeja për këtë mund të analizohet në më shumë aspekte. Me shpesht është mëvarshmëria ekonomike e viktimave të dhunës familjare, por me rëndësishme se viktima edhe pas paraqitjes së rastit duhet të kthehet në shtëpi, të jetojë pranë dhunuesit derisa nuk është sankcionuar me burg nga ana e policisë. Kështu që në raste të tilla përsëri mund të vijë deri tek paraqitja e dhunës. Një pjekje e hapur për rrethin tonë ose çfarë pas me viktimën, ku do të strehohet ajo, por kjo gjë është më në ingerencë të institucioneve tjera që janë pjesë e procesit të dhunës në familje. Porosia ime deri tek të gjithë viktimat e dhunës në familje është që në kohë të paraqesin të gjitha rastet e dhunës në familje, që dhuna të parandalohet në kohë, pasi pasojat që mund të vinë mund të jenë serioze. Edhe shoqëria civile konsiderohet si subjekt i barabartë me institucionet e tjera që punojnë në identifikimin, parandalimin, dhënien e ndihmës psikosociale dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Ekzistojnë organizata që ofrojnë ndihmë ligjore falas për viktimat e dhunës në familje, ofrojnë ndihmë psikosociale dhe mbështetje, sigurojnë strehim për viktimat në strehimore, disponojnë SOS-linjë për raportimin e dhunës. Organizata qytetare po ashtu është detyruar në varësi prej nevojës së viktimës të bëjë një referim të përshtatshëm në organizatë tjetër që mund t'i ofrojnë ndihmë viktimës, si strehim, ndihmë juridike, falas dhe mbështetje psikosociale. Në kuadër të fushatës ndërkombëtare 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, iniciativa qytetare e femrave Antiko në shkollën fillore Kiril Peqinović në fshatin të Arc realizoi punëtorime nxënësit e klasës 8 dhe 9 me temën Njohja dhe mbrojtja nga dhuna në bazë gjinore, ku ligjëroi magjistër Sadia Aliti. Sadia, a mund të na thoni më shumë rreth kësaj fushate dhe si mendoni ju të sensibilizoni sidomos moshat e reja nxënësit lidhje me dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje? Është disa vite me radh iniciativa e grave qytetare Antiko që e shënon këtë kampanjë, domethënë 16 ditë aktivizëm kushtuar dhunës në familje në forma dhe mënyra të ndryshme me materiale propaganduese që kanë të bëjnë për këtë çështje. Si këtë vit janë realizuar disa aktivitete të formave të ndryshme në nivel të Maqedonisë, ndërsa unë si aktiviste e volontere e Antikos zgjodha formën e punës, një ligjerat, një lloj forme punëtorisë me nxënësit, me grup moshat më të reja, që ishin të përfshirë nxënësit i klasës së 8 dhe të 9, pasi dhe ata më kuptimi për i perceptimin e kësaj fjale dhe për perceptimin e këtyre aktiviteteve sigurisht se është një niveli pak më të rritur dhe më të zhvilluar me të vetmin qëllim që gjeneratat e reja
të jenë të informuar me konceptin e dhunës në familje, të jenë të informuar me formën dhe mënyrën, shkaktarët që ndikojnë te paraqitja e dhunës, pasojat që mund të lindin dhe sigurisht preventiva, mjetet dhe masat mbrojtëse të cilat duhet të merren. Veçanërisht zgjodhëm gjeneratën e re që ata të jenë të informuar dhe të jenë të përgatitur, sepse edhe ata nesër janë pjesë e një shoqërie që është faktikisht do të japin kontributin e tyre që mos të vijë deri te zgjerimi ose zmadhimi i fenomenit të dhunës të familje dhe përhapjes së saj, pasi statistikat në Maqedoni janë alarmante në këtë drejtim, që do të thotë se duhet një koordinim, një bashkëpunim edhe pak më i mirë, pak më i madh, sidomos edhe në përhapjen e informatave në popull, faktikisht të njerëzit që të kenë një botë kuptim më të gjerë për këte, por është edhe aspekti tjetër i cili ka të bëjë me mbrojtjen e viktimave të dhunës. Dhe sidomos aspekti institucional kërkon një ngjeshmëri, bashkëpunimi më të madh, sepse mirë do të identifikohet një person që është i dhunuar dhe ai që e shkakton dhunën. Mirë, po çka do të bëhet me atë person më tutje? Kush do të jetë në përkujdesjen e tij që ai mos të kthehet përsëri në mjedisin ku ka qenë i dhunuar, ose të jetë edhe më tutje të vazhdohet ndaj tij të ushtrohet dhunë. Në Maqedoni aspekti institucional në këtë drejtim nuk është edhe aq i atij niveli që duhet të jetë, sepse ekziston vetëm një qendër strehimore që do të mund të strehonte ose të përfshinte personat që janë si pasojë ose viktime dhunës. Veçanërisht në Maqedoninë Perëndimore ne nuk kemi asnjë qendër ose asnjë strehimore të tillë, edhe pse përpjekjet dhe iniciativat, nismat çdo herë kanë qenë të fokusuara në këtë drejtim, po ato ende nuk e kanë arritur që ta japin atë rezultatin më konkret që dhe në këtë pjesë të themelohet ose të hapet një qendër e tillë që do të ndihmonte veçanërisht nëse kemi edhe mbas të dhënave flasin se pjesa numri më i madh i të dhunuarave është i gjinisë femërore, që do t'i ndihmonte femrave që për një periudhë të qëndrojnë aty derisa të mund që t'i rikthehen jetës përsëri, sidomos t'i sigurohet një qëndrim dhe një pavarësmëri ekonomike pasi që të del prej asaj qendre. Do thotë, në këtë aspekt duhet institucionet e Maqedonisë që të jenë më të angazhuara dhe të kenë një bashkëpunim pak më të madh, sepse vetë forma e tillë institucionale është e gërshetuar e tillë. Do thotë ku janë të përfshirë disa institucione, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, si dhe gjitha institucionet tjera të cilët merren me këtë formë të mbrojtjes së qytetarëve. Ju jeni edhe arsimtare në këtë shkollë, keni edhe nxënës tuaj. A mund të na thoni ju si arsimtare, a mendoni se nxënësit duhet të informohen më shumë rreth këtij fenomeni? Po ju edhe rastësisht e orientuam edhe formën e punëtorisë, faktikisht e formën e kyçes në këtë kampanjë në këtë mënyrë. Thash se edhe gjeneratat e reja duhet të jenë të informuara me llojet e dhunës, formën e dhunës, cilat janë ato pasoja, cilët janë shkaktarët që nxitin atë fenomen, si dhe nëse në mjediset e tyre, nëse në afërsitë e tyre ushtrohet ndonjëra nga këto format e dhunës, ata të dinë se në të cilat institucione duhet që të drejtohen për të kërkuar ndihmë, sepse edhe vetë materialet janë të tilla ku janë edhe të informuara, janë të shënuara të gjitha informatet, numrat e telefonit, email adresat, ku ata mund të drejtohen dhe që të paraqesin rastet e tilla. Por ne shpresojmë dhe lutemi që numri i rastet e tilla të jenë sa më të vogla dhe sa më pak të shprehura. Ndërka që roli më i rëndësishëm në këtë aspekt është roli i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, përkatësisht Qendra për Punë Sociale, e cila merr masa për të parandaluar dhunën e mëtejshme dhe t'i ndihmojë viktimës
që t'i tekaloj pasojat e dhunës dhe të krijoj kushte për integrimin e tyre në mjedisin social. Ngren procedurë në rastet e dhunës në familje në bazë të ankesës së parashtruar. Në rast të rrezikut serioz ndaj viktimës, Qendra për Punë Sociale thret policinë dhe kërkon ndihmën e tyre. Siguron ndihmë të nevojshme për personin, viktimën e dhunës, e cila mund të zgjasë deri në 6 muaj, me mundësi vazhdimi edhe për 6 muaj të tjerë. Siguron kujdes shëndetësor adekuat, ndërhyrje dhe trajtim psikosocial, i udhëzon në këshillimore të përshtatshme. Jep çdo lloj ndihme juridike, e përfaqëson viktimën dhe ngren procedurë para gjykatës kompetente. Ekipi i emisionit Alternativa ishte për vizitë edhe në qendrën ndërkomunale për punë sociale në Tetov për të marrë më shumë informata rreth kësaj çështje, por në mungesë të punëtorit social kompetent për këtë çështje, nuk arritëm të marrim më shumë informata.